Kujtohet ty sa ka futur Partia Demokratike kandidat? Doktori ka futur atë. Po dakord pra. Edhe për tu promovuar edhe që theti për të vesh. Se doktori i rifte gjithë më. Doktori dhe drama. Gjithë ata që kanë kandiduar me atë pas humbjes janë zima atë, sipas kanë qenë falso. Po ju dhe ma gjodhe një edhe këtë fundit. Po mi përmend. Ata që përmendë ti. Po mi përmend. Po ata që përmendë Eduardi, Tritani iku pastaj prap hapën Gens Polo, gjithë kanë ikur dhe kanë ardhur në këtë parti. Tritani ka ikur. Po nuk ikën këtu patën, por në 90 po dërë. Po ti. Ore të gjithë ikin ata. Po ti mund të thosh të Gens Polo dhe këta. O ata ikin 5 ditë dhe kthehen prapë në zotëri. Ti po flet mua gjatë. Ore. Edhe neve u. Edhe ti mund të ikësh 5 ditë, ku dihet? Nuk e dim se ti je i ri tani. Ti mund të largohesh disa muaj në partinë e Agronit dhe të kthehesh. Jo, nuk iki fare. Jo, fare. Ja i vetëm që kam partinë time, kam zgjedh. Kurse kjo këtu që po të them unë është kështu. Ti edhe në 2021 se u regjistrua kjo se po nuk kam se për shembull larg qoftë po iku doktori, ti mund të ikësh. Jo, mos e di këta që po presin, se ti nuk e di që mund të ndodhë aty. Këta që po presin, se ka ty po presin ti ikë doktori. Lemo, jo, këto janë teza që i ke ti, këto janë tezat e tuja. Këto s'janë pyetje, këto janë tezat e tuja që i hedh ti në treg. Unë po të pyes për teza. Jo, për teza ime është kjo pra. Jo, teza, kush është Qesharake? Ti gjitha që po thua. Jo, Qesharake është kjo që ti e cakton, fillosh emisionin dhe ti ve tezën atje ky. Atë e di unë. Pra, po kjo është Qesharake se ti e ke ndarë mendjen që ky Ervini është burr i mirë, Berisha është burr i keq. Se s'bëj atje. Dhe s'ka zgjedhje dhe ti më thret mua hajde të pyes. Po ti ç'më pyet mua kur e ke vendosur? Doktor Klevis. Se ç'bëj unë atje? Po më shiko pra tani. Po ti e ke vendosur pra. Po e vendosur pra. Po pra, dhe mbaj përgjegjësi. Po pse më pyet mua kur ti e ke marr vendimin se për përgjigje? Cilin vendim o burr? Ti e ke kryer vendimin. Se ti thua. Po çfarë them unë tani? Po pranoj zgjedhjet që po bën ti, që mund të humb doktori nesër. Po jo, pse duhet të humbi? Po prapë ndihmu atje. Po që të pranoj unë. Po pse duhet të humbi ai nesër se do ti? Pse do humbi? Unë nuk thash që do humbi, unë thash opsioni është. Dhe të thash që ata s'kan për ta votuar. Me ty të unë doktori. Dhe të thash që ata s'kan për me ty dhe me ata si ty. Edhe të thash që s'ka për ta votuar kundër, kanë për ta mbështetur se e kanë treguar mbështetjen. Se i shkuan njerëzit në ditën në shi, me gaz, me dreq, me shejtani, shkojnë nga prapa, i kanë aty. Ai i ka fituar vetej. E fundit, çfarë tagri ka doktori ta ndaloj Salianin për të kandiduar? Apo e ka ndalu Flamuri? Kush e ka ndaluar këtë? Se doktori është vetë kandidat. Këtë se di. Doktori është vetë kandidat. Ylli, unë nuk besoj që e ka ndaluar doktori, por ne fshatarët nuk kemi asë në kryesi, asë në gjë dhe nuk e dim gjë. Të shkruajnë tani të japin porosira, be vetë këtë bisedë. Dhe pastaj konsultohu. Më duket se të shkruaj të ty nga Anglia, jo mua. Mua më shkruaj në Anglia dhe nga vendet tjera. Më duket se të shkruaj të ty. Do të tregoj sa mesazhe shkruaj mua. Po të shkruaj pra, po të shkruaj ty. Po mirë pra, çfarë ke që pyet për telefonin? Komunikoj me njerëz dhe i lexoj. Po shumë mirë lexoj, unë do lexoj të mijat. Ti çalli ke me të mijat, ti shif tujat. Çfarë do me mesazhet e mia? Po se të mësoj në një gjë, e kupton se duhet të. Po edhe ty po të mësojnë diçka. Sa të rrosh do mësosh, mirë është. Mua nuk mësojnë dot. Unë i hapur jam për emisionin tim e bëj vetë. Po mirë pra atëherë pse po i merr mesazhet? Që nuk marr urdhra. Referove me mesazh. Marr urdhra sidomos nga ty. Të lutem shumë, tani të lutem. Të lutem tani se ti nuk je në konferenca ti dhe zakonisht. Tani detyrohesh të përgjigjesh pyetjeve që të bëj unë. Po s'm ke bërë pyetje, deri tani s'm ke bërë një pyetje. Unë e du një pyetje, po ja kur të mbarosh me korreshin. Atëre një pyetje të llojit që të pëlqen ty. Punët e partisë si po shkojnë vallë Klevis? Me që jeni aty brenda, si është atmosfera? A është e gëzuar? Atmosfera është ashtu siç është gjithandej. Pyetjet që të pëlqejnë. Atmosfera është ashtu siç është gjithandej. Tani kemi këtë procesin elektoral, do bëhet në datën 23, janë thirrur. A kemi erë fitore? Bie erë fitore? Jo, është vështirë, situata është e vështirë, sepse kemi kapjen e mediave, kapjen e institucioneve të shtetit. Cilat media quhen të kapura? Përgjithsisht. Mediat e familjeve? Përgjithsisht të gjitha mediat. Çdo media ka problemet e vet. Për shembull? Të gjitha, s'ka këtu në Shqipëri mediat pavarur. O është një media që mbështet Klevisin, mbështet opozitën, o është media që mbështet qeverinë. Përgjithësi në Shqipëri, mediat mbështesin qeverinë. Ka mediat opozitës, po s'mund t'i qush pavarura. Se da ato janë të varura në kuptimin mbështesim opozitën. Janë mediat të qarta, mediat pavarura në Shqipëri nuk ka. Dhe mungesa e pavarësisë, tu ka hapur betejën që hajde kush blen më shumë, lek më shumë i ka qeveria. Qeveria blen gazetare, analistë. Klevis, mos ka ndro fjalën e pashme me të pavarur. Sepse nëse Batona Xhiu ka një media dhe mbështet qeverinë, e ka të anshme,
Po e ka për qeft vetat e nuk e ka se e ka të varur. Po pra, ka qëllëndrim det batoni është i Po qartë, pra, unë jam ai këtej. e ka atë për ashtu mendon, jo se është i varur. Ka qeveria. Kush ka thënë? E të shemë muhabet, dakord, e kemi gabim edhe këtë. Jo, Po mirë, dakord. Jo, në rregull. Edhe unë jam i pavarur. Jo, Klevis, ta qartësojmë terminologjinë. Një media është e pavarur kur nuk manipulon lajmet, i ka të sakta. Qëndrimi editorial që ka të bëj me komentin e kryeredaktorit apo timin, si pronari i Albanian Postit, është qëndrimi imi, se çka është e mirë dhe çka përkra. Por ti, në një media që unë udhëheq, nuk mundesh me pas një lajm i cili devijon dhe që nuk e ka të vërtetë brenda. Këtu na ndahemi. Që kjo është media e pavarur. Kur lajmi është i saktë. Është anshme, po, anshme. Po qëndrimi, Janë në mbështetje të pushtetit të... Jo. Këtu këtë tërë të gjurë, e di një botë të tërë, që tu e kënë çdo raport dërkombëtar që këtu s'ke media. Dhe nuk i vej faj. Dhe nuk i vej faj edhe unë po t'isha në një media, dhe unë po t'isha një media, do detyrosha t'isha diku, sepse është gjithë të presion që është bërë, o kërcënosh, sa kërcënime janë bërë Ndrimeksit më? Për çështjet e akshit që nxjerr. Ata sqarojnë mos dil. Sa kërcënime janë bërë? Pse do i veja fajun nëse nesër nuk flitet më për akshin? Pse do i vej faj? Çka ka bërë policia? M'fal një sekond, lutem. Çka ka bërë policia? Lutem. Çka ka bërë policia? Ja ku e keni rastin konkret, unë nuk habitem dhe unë nuk i vej faj që kapen. Sepse do bish presionit ose diçka e tjetër. Ai që s'bjen bravo i qoftë më trim, por fakti është që ja ku e keni se ju e keni në televizion këtu, i kanë bërë 2 herë i kanë dalë me kapuça, të herën e tretë i vun tritol, sepse nxjerr akshin. Po kush e unë ja bëj atij ato? Po ky pushtet më apo? Sa the që ky medium është me pushtetin? Kush? Ti? Po më të gjitha janë, nuk ka diskutim. Po pra, po ka problemin me këtë skandal o zotri. Mirë. Po e ka me këtë. Një skandal, të tjerat me skandal të tjerë. E ka problem me këtë. A i ka ndodhur kjo nga akshi apo jo? A i ka ndodhur nga Ergyes Agasi apo jo, zotri? Klevis. Të qartësojmë le... Jo, tha. Nuk i ka ndodhur nga kjo? Jo, tha. Dakord, unë e kam ndjekur këtu në MCN që këto presione mua më vinë sepse denoncoj akshin. Ka thënë asnjëherë. Po, para dite ka thënë te gazetarja juaj Aida këto... që denoncon akshin, po. Po pra që vinë nga këto presione që më bën... Jo Filani, më falë, po këtë drejt. Thash nga denoncimi i akshit. Si që vinë juve për këtë, keni në për studio tjera që i kanë artë kërcënime sepse nxjerrin emra bandash, keni në për studio tjera sepse përmendin Lubi Ballukun, të gjithë kanë një hall sepse këtu ka rënë shteti ligjor. Se kush do t'ju mbrojë? Normalisht duhet të mbrojë policia, duhet të mbrojë prokuroria. Ç'të mbrojë prokuroria dhe policia? Këtu ata janë të kapur për vete. Dhe këtu, kështu është situata, me që më pyeti zoti Rakipi që si është situata në parti. Situata është siç është në të gjithë Shqipërinë. Është një situatë e vështirë dhe për sa kohë ne nuk e kuptojmë që këto nuk janë probleme të PD-s, po janë probleme të gjithëve ne si shoqëri, ky problem do vazhdojë të rritet dhe të shtohet.